Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. A janë të gjitha llojet e tauhidit të ndërlidhura mes vete? Padyshim që po, të gjitha llojet e tauhidit, pra të trija llojet e tauhidit janë të ndërlidhura ngushtë mes vete. Do thotë, kushdo që bën shirk në njërin lloj prej tyre, do të jetë mushrik edhe në pjesët e tjera të tauhidit. Për shembull, lutja drejtuar dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Kur dikush kërkon prej dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, gjëra që vetëm Allahu ka mundësi t'i veprojë. Pra, lutja që aja drejton atij është adhurim. Andaj kjo është shirk në uluhije. Pastaj, fakti që ai këtë kërkesja ka drejtuar dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, kjo rrjedh nga besimi i tij se ai është i fuqishëm për t'ia përmbushur atë nevojë, dhe kjo është shirk në rububie, në zotrimin e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj, pse ai e ka lut atë? Kjo rrjedh prej besimit të tij se ai e dëgjon atë. Andaj, kjo është shirk në emrat e bukur të Allahut dhe cilësitë e tij.